Prizreni asesi të rehatohet me objektet e vjetra. Rrathet e betonit e vendosur nga komuna Prizrenit për sigurinë e qytetarëve muajin e kaluar nuk e shpëtuan këtë objekt të vjetër nga zjarri. Kjo është hera e tretë që flakët kaplojnë këtë ndërtesë që si pjesë e kompleksit të shkollës së Kishës Katolike është aset i përfshirë në listën e trashëgimisë kulturore në mbrojtje të përkohshme të Ministrisë së Kulturës. Në vendngjarje kanë dalë ekipet e policisë dhe të zjarrfeksëve dhe po merren me situatën. Fatmirësisht lëndime nuk ka në njerëz, por objekti është shumë i vjetër dhe është rrezik që mund të lëndohet dikush, duhet të ndërpritet të merren mosa sa më urgjent. Zëdhënësi i policisë, Hazir Berisha, i tha klanit me telefon se të gjitha organet kompetente janë duke u marrë me rastin derisa dyshohet për zjarrvënie. Ndërkaq në Kishën Katolike, e cila njëherët është edhe mbrojtëse e objektit, thonë se prej 2 vitesh po kërkojnë ndërhyrje. Kancelari i Peshkvor, Don Shanzefi, po thotë që projekti për intervenim në të është i hartuar qysh mati, por që deri me tani nuk ka hasur në pëlqimin e organeve kompetente. Siç e dini, rruga më e frekventuar këtu është në Prizren, edhe mund të ndodhë një tragjedi shumë më rëndë se ajo. Kështu që unë apeloj, sa më shpejt çështja e kësaj të zgjidhet. Unë kam bërë kërkesat për rekonstruimin e objektit, edhe ne të bëjmë gjendjen faktike dhe presim përgjigjen prej organeve kompetente, këtu pikërisht prej urbanizmit këtu në Prizren. Objektet e mbrojtura të trashëgimisë kulturore brenda qendrës historike të Prizrenit vazhdojnë të mos janë të qëndrueshme, ndërkohë që institucionet përgjegjëse ende nuk kanë gjetur forma të përshtatshme për ruajtjen e tyre. Pas tragjedisë së muajit të kaluar, ku humbi jetën 3-vjeçaria Gjeneta Gashi, komuna bashkë me Ministrinë e Kulturës ka nisur të kërkojnë mënyra për sigurimin e tyre, ani pse në një numër të tyre nuk ka çka të mbrohet.